Këtë vit kemi bërë investimet e reja. Këtu vjen qumshti nga përpunusët, kalon në një filtr të vogël. Këtu janë tankerat që shkon qumshti 4 gradë. Nga këtu pastaj me pompë kalon në parangrohës, që mikrobet të zhvillohen të qumshti. Nga parangrohësi kalon në filtr. Nga filtri kalon në zjerësët, ka janë tankerat zjerës, 2 tonç, janë bërë këtë vit, dhe këtu shkon në temperaturën e duhur, që mikrobet ngordhin, dhe pastaj kalon në ftofse dhe në dhomën tjetër që bëhet përpunimi i qumshtit. Këto janë kallupet që i kam investuar këtë vit. Këto janë vaskat e qumshtit, që mbajnë rreth 1200 litra. Këtu bëhet djathi, nga këtu vendoset ajo tepsia përpara aty dhe bie djathi mbi këto kallupe. Pra ti i bën me feta ato? Po, me feta 2 kg, janë secila nga këto merr 2 kg. E kupton, dhe këto janë 10 copë herë 2,20. E kupton, dhe djathi kullon këtu. E kupton, dhe ka një proces që ne i ke kështu me brima, po, që të kulloj uji hira e djathit. Ky është djathi sotshëm që kemi bërë. Dhe këtu ka me sa kilogram? Kjo shkon te 15, 14, 15, 16 kg. Tani është i butë, peshon më shumë. Qumshtin ku e merr? Qumshtin e marr në zonën e Konispolit dhe në zonën e Gjirokastrës. Arrim edhe deri në Tepelen. Të tregu ku e ke shit, ke ndërtuar me bizneset? Ka ndërtuar me bizneset më të mëdha në Shqipëri. Dhe eksportojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në Amerikë? Po. Tani mundohem që të futem në Maqedoni dhe në Kosovë. Djathin e djeshëm. Ky është i prodhuar dje. Pa dje ke krypostë, a? Po. Ky është krypostur, është bërë dje dhe është krypostur sot në orën 4 të mëngjesit, sepse ka procesin e orarit që rikthet. Po, rikthet edhe kryposet. Këtu ri 2 dytë, fermentohet, pas 2 dytësh kalon në sallamur tjetër dhe shkon në frigorifer.